Apartament studio me vetëm 54.000 euro. Ildi, e vërtet që do rritet çmimet e apartamenteve në Tiranë? Realisht, kjo është një pyetje që ma bëjnë shpesh. Mbas një studimi tregu që ne kemi bërë, çmimet e apartamenteve në Tiranë do të rriten, pasi ka shumë investitor të huaj, ka shumë investitor shqiptar, edhe përdoren për Airbnb edhe qera. Kështu që çmimet e apartamenteve në Tiranë do të rriten siç janë rritur 5 vitet e fundit. Po në fakt se si për shembull familjarët e mi kanë blerë apartamente 70.000 euro, 8 metra katror dhe po më duket që i pamundur, nuk e di. Ato kohra kur merre një apartament të bollshëm 2+1 me 70.000 euro kanë ikur, por kompania Kontakt të ofron mundësinë që ti të bësh me një apartament studio me vetëm 54.000 euro. 54.000 euro, mos vage fjalën për 20%? Jo, kushton totalisht 54.000 euro. Po me të drejtën e 54.000 euro nuk janë pak, a? Të kuptoj shumë mirë, por në këtë rast ty nuk të duhen 54.000 euro, ty të duhen vetëm 20% të vlerës së apartamentit, që i bie rreth 11.000 euro. Pastaj mund të bësh pagesa me këste, avash te kompania dhe është një kohë mjaftueshme që ti të shlyesh të gjithë pagesën derisa të marrësh çelësat në dorë.